Do shohim ndërtimin e qarqeve elektrike duke përdorur një program PET Colorado, i cili na mundëson që anën vizuale të këtij mësimi ta demonstrojmë në këtë lloj mënyre. Në njërin anë të ekranit janë shfaqur simbolet dhe emërtimet e të gjitha elementëve të një qarku elektrik, ndërsa në anën e djathtë të tij ndodhen disa matës për tensionin dhe për rrymën elektrike. Duke shfrytëzuar të gjitha simbolet dhe të gjitha mjetet e posaçme, do ndërtojmë qarkun elektrik. Së pari marrim telin përçues dhe vendosim në ekran. Komanda që mund të jepet mbi të është zgjatja e telit, në mënyrë që mos marrim disa herë copa të ndryshme të vogla të telave, dhe këtu mund të vendosim elemente të ndryshëm. Për shembull, në një pjesë të telit vendosim llamën elektrike. Shohim që njëra pjesë e rrethit të llambës është lidhur me telin, ndërsa pjesa tjetër qëndron e palidhur, kështu që do vendosim edhe një pjesë tjetër teli. Kjo është vendosja e tij. Në momentin që dy rrafët bëhen të zi, ne kuptojmë që e kemi lidhur mjaft mirë llamën elektrike me telin përçues. Në të kundërt, nëse rrafët nuk do të ngjyroseshin në këtë formë, por do qëndronin me ngjyrë të kuqe, pra njëri prej tyre me ngjyrë të kuqe, do thoshte që ne kishim bërë një gabim me lidhjen e qarkut. Atëherë, një qark elektrik përmban tela përçues, përmban llambe elektrike, por përmban edhe elemente të tjerë të cilët do i vendosim hap pas hapi. Po vendos një pjesë tjetër të vogël teli dhe nga njëra anë e tij do të lidh baterinë. Në çdo lidhje korrekte, rrafët ngjyrosen me ngjyrë të zezë. Vazhdojmë ndërtimin e qarkut. Po ndërtojmë një qark të thjeshtë, kështu që mjaftojnë këto elementë për treguar lidhjen e tij. Vendosim një çelës, vazhdojmë marrim një pjesë tjetër teli. Shikojmë që përsëri u ngjyros me ngjyrë të zezë. Mund të japim komanda mbi telin duke e shkurtuar atë në mënyrë që dy anët e qarkut të duken simetrike, për anën estetike të qarkut. Marrim përsëri telin për ta mbyllur përfundimisht qarkun. Atëherë, kemi ndërtuar një qark mjaft të thjeshtë elektrik, i cili përbëhet nga një llambe elektrike, nga bateria, telat përçues, çelësi. Shikojmë që deri tani gjendja e llambës elektrike është e fikur. Nëse do të mbyllim çelësin, të japim komandë mbylljen e çelësit, do të shohim që llamba do të ndiset. Kjo tregon që ne kemi lidhur shumë mirë qarkun elektrik. Atëherë, në këtë qark elektrik mund të shtojmë edhe pajisje të tjera, siç ishin matja e tensionit, kështu që po vendos një voltmetër për të ditur se sa e kam vlerën e baterisë. Një rënkunj të voltmetrit e vendos nga njëra anë e baterisë dhe kunjën tjetër nga ana tjetër. Dhe shohim një vlerë të voltazhit në ekran. Kjo është lidhja e një qarku në mënyrën më të thjeshtë të mundshme, pra ndërtimi i një qarku të thjeshtë elektrik.